Këtu ka qenë istikomi i parë në Thep. I cili ka postur në afërsi edhe bunkerin. Rastet kur ka pos granatimet moja, këtu janë strehu ushtartë. Do thoni ka pos veç 4-5 metra distancë prej qera dhe zjarrit aty ku ka qenë, me hikë në bunker. Bunkerin për shini çfarë gjendje është. Fatkeqësisht ky popull është për çudi vend si me i rujt këtu shenjat luftës. Për shini që e kanë që ka shkatru. Ja kanë hjek drënd guar që ka pos mbulesën për mi. Por unë ju kisha bo thirrje të gjithë bashkëftarëve, e të gjithë qytetarëve, vullnetarë, që të organizojmë në një tarme dhe ndalëm të përtrim këto pika, këto istikame që në mënyrë që qëndrojnë gjatë dhe ta përshkruajnë historinë ashtu siç ka qenë. Se vetëm me dëshmi e me fakte historia duhet me u shkrue. Dohet të shtoj edhe pak këtu, se ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si që thash edhe në videon tjetër, kanë qenë pozicionum në krejt të varmale që janë kënej. Konkretisht po flas për fshatin e Çal. Forcat serbe fillimisht kanë arrit me një deri këtu në fshat, në qendër fshatit. Mirë po, për shkak luftimeve të përditshme që i kanë bërë ushtarët e ushtrisë shqiptare duke i sulmu nga kjo pjesë, janë të dëruar me u tërheq nga këtu e dalë atje në fund fshatit atje në një pjesë, edhe ushtarët e ushtrisë shqiptare 2 togje kanë deportu në fshat këtu në 3 pika, edhe e kanë marrë në kontroll në 95% fshatit e kanë pas në kontroll ushqyera. Deri sa janë të rrjesh tani forcat atje, ushtarët e kanë sulmu atë pika të forca serbe që i kanë qenë vendosur. E njëkohësisht edhe forcat e NATO-s e kanë bombardu një herë atë pjesë aty. Edhe prej asoj dite janë tërheq prej shalës, shala ka qenë e lirë. Pra, të ashtu përshohëm një prej qerë dhe zjarta, e cila është demolue, është prishtu nga vetë natyra. Nga atje ku ish bunkeri të Thepi, çdo 20 metra ka qenë ndërtume nga një qerë dhe zjarrit, nga të cilat kanë hap zjarë ushtarët kur kanë pa forcat armikut. Këtu vazhdojnë shtu në varg deri atje nalt të bunkeri tjetër ku ka qenë të Bajraku, ka qenë edhe Golinovi Ran atje. E kanë vazhdu edhe në për pjesë tjera në fshatra tjerë, domethënë krejt kjo rrethin e malit që ka përfshin të fshatrat prej Caraleves, Komoran, Laposhnik, e pjesa në Neka, Malisheva, Kadula, u shkon e rrethume kështu me ushtar, cilët e kanë mbrojt ushtrin, e kanë mbrojt popullatën civile që kanë qenë srehum në bjesht të Shalës e Berishës e këto bjesht tjera.